dashuria për nënën kur nuk mbarohet dhe me zemrën e saj asgjë nuk krahasohet. Ka përfunduar faza e dytë e fjalës artistike ku nxënës të shkollave nëntëvjeçare sollën interpretime të përgatitura me kujdes. Juria profesioniste dhe ajo fëmijëve vlerësuan performancat dhe përparimin e tyre në këtë etapë të garës. Është vërtet kënaqësi që të marrësh pjesë në këtë konkurs të fjalës artistike, sepse shef element të cilët punojnë, mundohen të sjellin gjëra të bukura, ka talente shumë të mirë, të cilët mund t'i quaja edhe aktor të ardhshëm, sepse janë të tillë. Nxënësit kanë dëshirën e madhe për të bërë edhe kanë materiale shumë të mira në zgjedhje dhe në përgatitje, të japin fjalën e bukur, sepse këto janë të rëndësishme për një fjalë artistike. Fëmijët janë të jashtëzakonshëm, kanë talent, edhe vjen në pas se sa fëmijë talentuar ka Shkodra. Madje një pjesë e madhe e fëmijëve kanë sjell materiale që i kanë shkruar vetë, edhe kjo gjë ka qenë një gjë shumë e bukur që mua më ka bërë shumë përshtypje, edhe është shumë kënaqësi që jam këtu. Pas kësaj faze, konkursi do të kulmojë me finalen, e cila pritet të zhvillohet në ditët në vijim.